ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër të ndershëm, ashtu siç edhe ju paralajmërova një ditë më parë, se sonte do të na nderojnë në vizitën e tij, mizaretin e tij në xhaminë tonë, hoxha i nderuar, hoxh doktor Zakaria Bajram. Një hoxh me të cilën ne si gjenerat e re e mesme, të thomi prej fëmijëve tash, jemi rrit me hoxhën, me emrin e tij, me ligjëratat e tij, me namin e tij, ku Allahu Azza wa Jall e ka begatu që me dijen e tij, me aktivitetin e tij, me davetin e tij, Allahu te baraka wa taala ja ka mundsu që të jese në çdo shtëpi të muslimanëve, e në veçantë i flasim të neve shqiptarë dhe anëkan të botës, ku të qijë. E ne nuk të zgjatëmi shumë kohë, të shpërti mirëseardhje i hoxhës dhe falenderojmë shumë, jemi mirënjohës shumë, i cili na i përgjigj ftesës tonë, që sonte të jetë në mesin tonë. Kur dojsha ta thirrë hoxhën, ne do të ditë përpara njëherë shkruajna edhe e fshishna mesazhin, se vi ke marrë mje gargu, ku shemi ne të dërgojmë hoxhës ftesë, po 30 herë ma i mshejlja si i thash, edhe ku më prit përgjigje çka do të më kthen hoxha, po na ka mahnit në modestinë e tij. Edhe këtu e kuptova dhe unë atë rëndësinë e modestijes, sepse hoxha kaq e ka këtë nam të madh në mesin tonë, të fëmijët e tonë, të familjet e tona, Allahu e ruaj e kur do hoxha këtë fjalë. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, në të gjithë e dim se hamdi dhe falenderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pasur pra Allahu të xhelal. Është Allahu ai cili ka kriju gjithësinë, është Allahu ai cili ka kriju njeriu, është Allahu ai cili kur ka dash ai na ka kriju, dhe siç ka dash ai na ka formuar. Rizkun dhe gjelin na ka caktuar, me shumë të mira na ka begatuar, shumë të mira na ka dhuruar, por më e mira e të gjitha të mira, ajka, kajmat, kurora e të gjitha të mirave të Allahu Xhelal që janë të panumërta, por ajo kryesorja është ajo që neve në Islam na ka udhëzuar. Elhamdulillah. Andaj vëllezër të dashur, do të jemi mirënjohës për këtë privilegj, për këtë dhunti të Allahu Xhelal që na ka dhënë, që na ka bërë hidajet, na ka udhëzuar në Islam. Jo që ne kemë shumë të afta, apo shumë të mençur, apo shumë të shkolluar, edhe pse ne duhet të jemi të mençur, duhet të jemi të aftë, duhet të shkollohemi. Kjo nuk diskutohet, por jo vetëm shkollimi, jo vetëm dituria, por duhet lipur hidajetin prej Allahu Xhelal. Andaj ne brenda 24 orëve 40 herë i themi Allahu Xhelal ihdina siratal mustaqim. O Zot, na udhëzo në rrugën e drejtë. Po na ka udhëzuar në xhamie në namaz, po kjo e ka domethënien mos lejo të lakojmë, të devijojmë. Se njëri ngrihet pas 5-60 vjet dhe thotë jam pishman që kam qenë musliman. Kjo është devijim.
Pra ne lusim Allahu në xhelal që zemrat tona, siç thot Kurani, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Zoti na i bën zemrat tona të qëndrueshme në rrugën e tij. Pra të nderuar, pasi jemi tashmë veç javën për përcjellim, po përsëri llogaritë para gjithë llogaritë në fillim të Ramazanit, u shfrytëzoj rastin të bëj për hajër këtë muaj të bekuar, duke lutur Allahun në xhelal që ato ditë dhe neta që kemi kalu, që Allahun e kemi adhuru, Allahun na i pranoft. Kjo që na ka mbet mbrapa, Allahun na mundsoft që ta ngrem edhe më tepër nivelin e adhurimit ndaj Allahut në xhelal dhe të fitojmë kënaqësinë e Allahut, inshallah. Po që se fitojmë kënaqësinë e Allahut, xhenetin e kemi të garantuar, inshallah. Gjithashtu ju uroj, mashallah, unë e kam pa këtë xhami, po jo kështu. Xhamia u paska bo, jo u paska bo. E tash me qëllim të u paska bo, jo u paska bo, e paski bo. Se vetë nuk është bo. Një hera vjetë në shatin tim punum, diçka të me këte, për shumë mirë, kur herë dhe më do gjemat që thanë, shumë mirë u paska bo. Thash, jo, su ka bo. Jo, do është u paska bo, jo, brëva, nuk u ka bo, e kanë bo. Dallim ka prezë u paska bo, dhe e kanë bo. A bo diçka vetër? Nuk e po, e keni bo egzofshi, Allahu në xhelal jo kompensoft punën, aktivitetin që keni bo në këtë shtëpita, Allahu ka shtë bukur, kompensoft, inshallah, me nga një virë të xhenetit. Gjithashtu falenderoj edhe hoxhën, pak lodh hoxha, me si e tërgoj vetën, po ashtu që e kam pranu me gëzimin, në këtu është në pyetje është koha, në pyetje jam netër të angazhuara, por të ju e gjetëm disi, alhamdulillah. Dhe kështu, një porosi e kam, çdo herë kur shkoj në safi, çdo xhamat duhet ta ketë një gjomë parasysh. Të mos mendon ndonjëherë se do vjen një hoxh tjetër e do të na tregojë diçka çka hoxha jon s'na ka kallëzuar. Do të ishte një gabim total. Ju lutem, bile matrik pak shumë, keni kujdes. Eventualisht, që një hoxh ka ardhur në safir, kush do që t'jese, dhe ka të tregu diçka me ti e ke ndëgju për herë të parë. Edhe thua, që këtë hoxha jonë se ka tregu. Kjo është gabimi. Po si të thonë me hoxh, po sonte e këndaj sefte. Ti duhet thosh, kur e pas ka tregu hoxha jonë, unë s'pas kam qenë në xhami. Njoni tha hoxhë nuk i largon, ta me hoxhën një mësa hera më qëtë se ka kalë. Thash, bomba kinti me trup ke qenë me hoxhën në xhami, po mend se di ku i ke pas, edhe ka kaluar, ka shku. Këtë du t'a them që lukte mos prit një diçka, se unë sot të t'ju tregoj diçka që hoxhallat e juj deri tash nuk e kanë treguar. Jo të gjitha të përsëritura. Ne përsërisim. Mirë po, ato turqit e kanë një fjallë bukur, thojnë, at-takraru hasanun walau kana saksan. E përsëritja është e dobishme edhe nëse bëhet shumë herë, një 70 herë, 80 herë, mos u mërzit, mos thoj, mos që hoxha sa herë ka kapur. Ani ti ndëgjohet, ke se vapin dhe respektin që ti ndëgjohen fjallën Allahut dhe pejgamberit. Ande, unë para juve prezentova një ajet kuranor, ajet më të shtohër, si që çdo ajet, çdo fjallë Allahut në xhelal. Dhe Allahut në xhelal thot, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Muslimat dhe musliman, besimtarët dhe besimtaret. Islami nuk është vetëm i meshkujt. Islami është i të gjithëve. Madje që ne kemi shumë raste historike, shumë dobi që femrat kanë pat përparësi nga meshkujt. Kush është muslimani i parë pas pejgamberit? Kush e ka thonë shahadet? Hatixha, radhiyallahu. Muslimani i parë është Hazreti Hatixha. Kush është dëshmori i parë, shahidi i parë? Është Sumeja. Kush është i pari banus që ka banu në Mekke dhe Mekke sot o bon gjitha jo që është? Banori nëmër 1 ka qenë Haxher. Kush është ajo të cilën ne imitojnë haxhilerët në Saj dhe Safa, edhe në Umre kur shkojnë bëjnë se Saj në Safa mërë. Kush çka bëjnë? Bëjnë atë që ka bo Haxher. Pra që do në thëtë vel mu'minune vel mu'minat. Besimtarët dhe besimtarët. Ba'duhum awliya'u ba'd. Janë dashamirë të njëri tjetrit. Do më thonë besimtarët e duan njëri tjetrin. Dashuria ndërvëllazërore është obligativ dhe Islam o vëllezër të ndar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në minber
tha, lën tu'minu, lën tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Tha, nuk do të hini në xhenet derisa nuk besoni. Nuk ka xhenet pa besim. Edhe na shërvoj njënë, pse vaj filoni më shkoj në xhenet, e di çka ka bëj. Po valla, unë e kam thënë më shkoj në xhenet. Pse deri çelësat e xhenetit a xhallarit i kanë jo valla. Veç Allahu në xhenale ka bërë kushte pa shahadet s'ka xhenet. Ç'e di bëjmë? Ama ka bërë shumë mirë, po në transprove ta dinë merret vesh në punë të veta. Çfarë faj këtu unë? S'ka xhenet pa shahadet, s'ka xhenet pa ibadet. Wallahi lën tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Fjala lën e din hoxhallar. Laja e din edhe ajit la, në dhe shkënë la ja rab. La është jo, ama lën kur një herë. Lën tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. S'ka hyrje në xhenet pa iman. Wa lën tu'minu hatta tahabu. Pra nuk do të jeni besimtar të vërtetë derisa nuk duheni mes vetë. Derisa nuk e doni njëri tjetrin, fi sabilillah. Andaj vëllezër të dashur, kjo vlen për dy gjini. Historia jonë është shumë e këndshme në këtë çështje, në këtë raportin ndërvllazëror, dashuria ndërvllazërore. Kurse popujt e mëparshëm kanë qenë ndryshe. Unë do vi një shembull për të parë, paramesh dhe musliman. Shembull të shkurtër. Një grua plak, fukara e varfër në kohën e Musës a.s. E ka lutë Hazreti Musa, o Musa, o pejgamber, kur të folish me Allahun dhul xhelal duri Sina, për cilën dhe lutjet time, kërkesën time, se jo me plak, s'kom as një del, as një dhi, bukën thatë, gjithë verës, dikush, Allahu kur do, ma qonë në përmes dikuja, një dela, një deva, diçka, se jo më shumë ngjenje të rëmë. Edhe Hazreti Musa kishte harun, po ai që s'harun kush është? Allahu dhul xhelal ai s'harun. Pasi kriti bisedën, Allahu dhul xhelal tha Musa, ke marrë një emanet e ke harun. Po Zot, po unë koma qash këmdhëki, tu bisedu me Allahu dhul xhelal. E ka harruve, po Allahu dhul xhelal tha po, do t'i thush asaj plak, që ka bërë lutje për t'i dhonë në diçka. U kri lutja, tha është pranu. U kri ai, vetëm e ka një kushte. Disa ditë në lutjen e mëngjesit, sabah kanë bërë lutje, si ne që falim sabahun, ato kanë pas lutje. Ka thënë, në lutjet e sabahut, një disa ditë, le të thotë, se ajo kish pas edhe një kujshi fukarë, le të thotë, o Zotja, mu ma jem bre një dela, një deva, mu ma jem, a me në kujshia jem ka nevojë, është ma kallabëllët, e pja dy. Tha dhe u kri. Edhe kur i thotë Hazreti Musa, u kri, tha, po me ta pranuj Zotit, tha, ka me ta qu, një lop, një dele, një u kri. A më tha e ka një kusht, tha të bësh duar, sabatët u shë Zot, mu ma jem një, kush i stel me pja dy. Tha qka? Thot, mëse që ti tha, bëj dua për vete edhe për këshin. Jo, tha Musa. As për vete nuk e du. Jo, Musa, tha. Unë e bëj dua, a ju të kese dy. Mami përrim pa hiqtë. Po dy pra. Kjo është natyre atyre. Ka umit Hazreti Musës. E umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si o dhe, që e o të rritë të damë. Thot një ri në luftën e Bedrit e kisha marrë një bukall, një gjigim të thënë, me ujt t'ja u apë të plagosurve. Pinë papuj t'i lavin buzët të plagosurit. Tha unë e kom shku njoni t'ja apë, tha ma bërë me isharet, qoja t'i qetri se maron dhe shë plagosur. Ka vdaj vetë. Tha unë e qoja afroj ati, thot, ati qetri, 11 a 12 plagosur va afrova ujin, as njoni nuk e piu. Kër u këtheva të i pari, e kishë dërzu emanetin, nuk e piu ujë, shkoj. Ty adon e një vlog vetë. Shkova të i dyti, i treti, krejt, në ndërvon jetë, ujën vetë pa pi, pse ty adon rendin një një qitë. Pa kjo është umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, o vlezër të darë. Kështu është historia jonë, kështu e bukur. Andaj, dashuria jonë ndërvllazërore është obligim fetar, për hir të Allahut. Andaj pak tash na mungon kjo dashuria, muhabeti, e shefni, s'ka muhabet, s'ka bereqet, s'ka shikyr. Po si kanë jetu pleshtë tonë, pashtë. E si jetëm ne sot,
Edhe kur ta pyesish në vend thote elhamdulillah thot krizë. Krizë, tash po vetë kemi krizë. Dy kriza e kemi, njëna shumë e rrezikshme, tjetra është pak më e lehtë, mund të ndrejtë, ama njëna shumë e rrezikshme. Cila është kriza numër 1? Kriza e morale, kriza e akhlaq, kriza e dashurisë, kriza e muhabetit, e bereqetit. Vend të thosh thuaj elhamdulillah. Hazreti Omeri unë më bën qefin kur i pyesëm xhamatin shumica, sidomos tri, kur i them si e dëgjon elhamdulillah, o elhamdulillah, o mashallah. Hazreti Omeri pyet njëri si e bre, tha mirë. Hazreti Omeri s'ka tamam, Allah si e bre, tha mirë. Gjë si e bre, tha elhamdulillah mirë, tha po shkët elhamdulillah ta thashë prin fillim. Elhamdulillah, kjo mirësi Allahu xhelal. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Me mundu, me numëru një mirësi të Allah, jo krejt, një. Për shembull, çfarë mirësi është, çfarë rahmeti është, çfarë dhunti Allahut është oksigjeni, frymëmarrja. E di kush e din këtë, që ato që se marrin frym. Veç ato që kanë problem me frymëmarrje, ato e din, sa ai që s'ka se din, e disa kushton kjo. Një plak italian 90 vjeçar. Ishte shku në spital, e ja këshin voto maskët 24 orë. Mbas 24 orëve vjen vete, tamam, rregullohet, mirë, stabilizohet, edhe ja bëjnë një asni fakturë. I thonë, duhet pagush, miri, u kri puna, duhet pagush 500 euro. Laku ja kishë fillu me qanë. I thonë, ha, pse qanë, si ke pare ta? Jo thonë, eurot në gjepi ka, po pse qanë? A di pse qanë? O, për 24 orë mi lipni 500 euro, Allahu dhe gjelat 90 vjetë gratis më ka thonë oksigenit, kom marë frim, rahat, kusë më ka thonë, paguj. Një meti marë, kjo është etër. Kush mund të bi për neve, prej sabah, për i miqu, prej gjumi, dhe i tash sa her kemi marë thë. Shë në bro, sa her ke piju, sa her ke piju. Një metet e Allahu dhe gjelat janë të pagum mërtat. Por njerit kur i mungon, atëherë kupton, ha? Njoni në Zvicër e dhe kishë kishë ndrejtë një dhamë, ama i dentisti ishkon shumë njështër. E tja kishë bëmë mo për merak. E kështë marrë 500 franë. Edhe kur e paguën e thot shifë ta këmbon siguraj që e ke pas. Edhe jep pasyrën e shumë. A shë siguraj, thë jo nuk është siguraj. A i thuj siguraj, ki thuj nuk është siguraj. Thë po psebe nuk është siguraj, e di pse thë? Sa atë këm pas gratis, kjetë mi mërë 500 franë. Aha, qenko, ku është siguraj? Ku është siguraj? E ka këtë një Allah në qenë në dhurat, që ta është dhe siguraj, nuk është siguraj, ranë veta e ta kohë Allah, ki të drejta. Pra, ja, Rabbi gjithë të mirësi, Allahu në gjelak që në i ka donë, që vjenë shqipirit, e si do mos, që në ka donë vlasni, që në ka donë këtë mirësi, shqitoni burë, shqitoni një rovë dhezër të dashur sa mirë jemi, në shtëpit Allahu, me abdes, me ibadet, me familje, me sofër familjarisht, ti iftari, ti sifirit, dhja shqirin Allahu në gjelak. Dhe në këtë mirësi që kemi në sajet e Islam. Unë një 2 vjet i ka, atje ku jetojnë Saraj, me disa vazhdi, si që kemi zakon, u takun, kishin ardhur për gurbeti, pim në kafe, në çaj, për muhabeti ishte fjallë. Edhe kur e krytëm, ka shku krejt pagun. Krejt ka shku pagun, a më tha njoni që kishë ndaj gjata, ish evropizuar. Edhe më tha, ho, që ka bëjmë dhe këto? Ta shqet du t'i pagun, të shpijet. Tha një kur në shqiptarët shumë rëpambeti. Përse? Dhe pse me pagu njoni për krejta, si të të pagu të vetë. A gjë ku jetoj unë, tha, baba vetë pagun, gjari vetë. Buri pagun vetën, gruja të vetën. Ta sham mirë duke, po qa shko behor më, duhet me përparu, a i ka zaglavit, në kanal, qa të përparime, ta shko Allah, kjo nuk është përparim, kjo nuk është mrapambeturim, kjo është humanitet, kjo është solidaritet, kjo është dashni vllazëror. Nuk ja lejon ndërgjegje, që më i lidi që është këtu, ta pije një kafe të vetë, dikush t'i ullet atë dhe ki thot e hes ta pagu një kafe në time. Nuk është ferë, nuk është e jona kjo. Nuk u bimë të lifi, po gjorë. 2006 më isha në Vjenë, Vjena metropol, në qendër të Vjenës në ndërtesën 15 kafshë. 2006, shkujtë në gazetën, interneta, e kishin gjetë një plakë cila kishte vdek 2002. 2002 plaka kishte vdek. E kanë gjetë mas 4 vjetë.
Po këtu të ne në malë bërë në sharë, ku dush, me mbet dikush natën s'ka në shpi, rinia jonë për 24 orë vinë të shpija, ja gjallë e gjenë, ha? Tha bëjnë, thashe di shka, ajo plaka, kishte hangër vetë, kishte pagu vetë, edhe kur kishte vetë, kishte me vetë. Të mutune që kema të ishme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, do të vnisni, si keni jetu. Na jetojmë kështu në shoqëri, në familje të shëndoshme. Zotën, veç islami mo ka familje, o vlezët të shkoj me shife, me ndeljush, me zinxhire, krejnë. I tha njoni, thashtë, piteve, pëse nuk i ka fëmijë. Ja be le fëmijë të sëmë gjurë, ja kisi njërë bëjnë pasë. Sa i urti, me zinxhire. O vëllë, sa kësa islami ne kemi këtë mirë. Andaj duhet të ruhemi mirë dhe të mos nga bëjmë gjërat të cilat nuk nga kanë hije neve si muslimane, si shqiptarë. Nëse, Allahu në gjelan do njëherë ndalë bereqetin për gabimin e njonit. Qonë gazet për gabimin e njonit. Ja. Tha Hazreti Aisha, ja Rasulallah, e nuhleku e fine salihun, a në shduk Zotin a bën azab, tu pasën mesin tonë të mirë, tha po ashtë. Edhe tu pasë të mirë, nëse të qitë bëhen shumë. E si ta ndalim në të keqe, qështu me nasihat, vla me vla, mos e kjo marë, mos e kjo nuk banë, kësi ka hije triu, me sharë nuk banë, me përgoju nuk banë këtu, elhamdulillah e kemi ruajtur këtë ashtë. Në kohën e Musës a.s. Kishte qenë një thatësi e madhe, edhe Hazreti Musa e të banë gjematin, të bëjnë dua për shi, normal ka dua për shi. Të ne musliman ka namaz për shi, salatul istisqa. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka praktiku. Ka bot, ka dalë jashtë xhamisë, është ai vendi Mesxhidi Gamame. Ku shkojnë në vizitori, Mesxhidi Gamame, tu bot dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paraqitet mjekulla. Dhe ajo mjekulla mandi bëjte hije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Hazreti Musa bën dua për shi, s'ka. Bën dua s'ka. O Zot tha, çka bën tha, na çon rahmet, na çon bereqet. O Musa tha, derisa në mesin e juaj është një gjunahqar, nuk ka bereqet. Amun ja Rabbi, një. Hazreti Musa tha, o vllazëve, për i Zot Zotit, kush është për juve që ka bërë dhe një gjuna në dalë për në të largohet, se në murët në qafë. Me gjithë ato që ka qenë gjunahqar, nuk ka guxu dalë që ta shonë, kush pas ka konë. Ata është disave hiqë së vinë marë, prohëm kur ka kemi mshet kafe në gjithë që kemi bënë, stakfirullah. I dharur masijet, me kalzu gjunahin është W gjunah. Një gjunah e këmë bënë, një është. Do që se e kalzoj, bëhen dy. Pse? Pse e kalzoj, mësë kalzoj, ke gabu. Allah i tafar, Allahu tafar, taube, istighfar, tafar. A i njerje, Ben Israel, nuk pati guxim dalë. Hazreti Musa tha edhe njerë, kush o gjunaqare din vetën që ka bon dhe një gjuna, në të nalirojë, as kush nuk dhe. Së treti herë, Hazreti Musa tha, o Zot, dhe bëjdoa, s'po del as kush. O Zot, tha, me ma tregu kusho, tha ne e qesë, a më se din kushon. O Zot, tha, në ka gëzo kushon. Allahu për gjenar tha, Musa, unë e juve va këmë dalë shpijan dhe kuna, unë dhe për shpijan. A unë dhe thëmë filan? Ja. Subhana, më falë o Zot, gabova. O vlazën dhe kusha gjuna qarë, në dane, zdurë kërkush. Kur i griti durët për sëri, Musa tha, inshallah, kush i kjo mjegullo. Edhe ja fillin me rashi. Allahu në gjëlar thë, Musa a.s. thë Zot, po të thë me kush që pa dalë gjuna qarë, nuk ka bereqet. Kër kush nuk do. O Musa thë, aj fizikisht nuk ka dalë, ama qaq është pëndu, edhe të thonë, o Zot, ose u ka frikë sa Allahu në gjërë, po i kalzon Hazreti Musës, filanë. Qaq u ka ngushtu dhe ka bot taubi si farë, ja kom farë në Musë. A i fizikisht s'ka dalë, si person është, ama mo gjunahqar nuk është. Që të thotë rahmeti Allahu në gjërë, ja ka farë Allahu në gjërë, dhe pikë, edhe ka që bereqet. Që të thotë me duhet të arrujnë këtë shoqëri, të arrujnë këtë vlasni, të arrujnë këtë dashuri, këtë unitet. Se të mos kish pas unitet dhe dashuri vllazore, nuk të bëhesh. Nuk do ta bësh, njëri shkon ta lejë ti të kohë. Elhamdulillah, që Allahu me këtë din neve na ka begatu. Me këtë din Allahu më xhelal na ka beku. Andaj
duhet të arrujnë, sidomos pak i kështu edhe janë fëtore porte fare fisnore, pak si ma lartë kemi filluar, kupton? Dhe çfarë mesazhi? Nane pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, Amina, kur ka pas pejgamberi 6 vjet, ju e dini se kur ka pas pejgamberi 6 vjet e ka ndruar jetë. Para se të ndron jetë, e merr pejgamberin si fëmijë 6 vjeçar, edhe një grua të kushis, edhe ja mësyn Mekës, Medinës. Prej Mekë deri në Medinë ka mbi 470 kusur kilometra. A gjithë tonë në autobus, a hoxhu lodhëm, lakë pas ka kohë. Me ujë, me kretë, me ndalu, me rabdes, me gjitha të. Imagino, si ajo e ka marrë djalin 6 vjeçar, ja ka mësy Medinës me vetëm qëllim. Pse? Se pejgamberi, babe pejgamberit, Abdullahi, i ka pas dalë prej Medinë. Atër ka thonë Jethrib, prej Jethrib. Dalë, nana e pejgamberit, e ka marrë të birin e vetë, ta qoje në Medinën, Jethrib, ta njoftoje me dajt e babës. A njoni thonë dajt e misi një, babës. Mua bërë dajt e babës, edhe gjitha të thtim. Tash me kjerë, me telefonit, jemi diqish një antimagnet. Për hirtë islamit, për hirtë Allah, për hirtë dinit, duhet sama, wa atasimu bi hablillahi gjemian, wala të farraqu. Kapuni të gjithë komunitarin e Allah, për këtë din të bekuar. Andaj, kanë det Aminja me pejgamberin si fëmijë 6 vjeçar në Medinë, në Jethribin atëhershëm kanë det 1 muaj të plot. Edhe ato janë knaq se është gjali i nipit, ne i them stranip. Gjali i nipit, e ja ka prunë, nuse e nipit, kanë det 1 muaj shkënaq, duke këthi prej ande Aminja në rrugë ndron jetë. Sikur të dinte se si kur kishë ndru jetë, ajo kush e qonë të më pejgamberin të janë njoftoj me dajt e babës, por ajo e ka qu emanetin në fund, e ka qu dhe ka ndru jetë. Pra vëllezër, kjo është mesazh që ne duhet të mbahemi lidhur mes vete, se është punë shenjtë islame, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd. Besimtarët dhe besimtarët janë dashamirë të njëri tjetrit. E duan një tjetrin dhe dashuria ndërvëllazërore te Allahu Dhul Jalal shumë e dashur. Te Allahu Dhul Jalal shumë e mrekullueshme që ne të duhemi mes vete. E pastaj ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, një tjetrin e urdhërojnë në punë të mira. Hajde të bëjmë çështë. Kjo është shumë e mirë. Mos e bën këtë, mos e kjo nuk ban. Mi po xhamati jonë e kanë që po unë nuk jam hoxh, po kjo fe nuk është vetë hoxhallah. Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kush e shef për ju, umetit i ka thonë, ka thënë hoxhallah. Hoxhallarët janë të prirur, të thirrur më së pari, nuk më një, po mandej nuk do të thotë se vetëm hoxh, po i gjithë xhamati, elhamdulillah. Dhe ka të rinj që ndëgjojnë, kuptojnë dhe dinë ta përcjellin. Unë një rast, e di, tash për të trit vlej kjo që disa që nuk e dojnë xhamin, nuk e kanë qef shkojnë në xhami, ata kërkojnë sebe. Njoni ti thotë një vllaj vet, hajde me thotë ta falin xhuman, jo, vetë xhuman ta falin, vetë xhuman. Jo dhe se një shokut tim ja kishin vjetë patika. Arsi e madhe. Unë e di, ja kanë vjetë edhe ki. Po sikur që kishin vjetë dikuj patikat, po ti çka kje tash që nuk shkone? Apo frikë se ti vjetin patikat, po edhe me ti vjetë, more edhe pse, me kruhash, nuk preferohet. Nëse i humbë kundrat në xhami, nuk është mirë të kalëzoj. Pse? Se ato që janë anti-qep, ato shkojnë për dje edhe një. Në kupton? Subhanallah. Edhe ka qasi, e tash njoni e kanë buat Barcoletën, njoni s'ka shkunë, se ato që shkojnë në xhami kërkojnë sebe. Kinë se të arsjetonë, ama Allahu i din. Edhe njoni e pit njoni, a ke në xhamime? Tha po kesh, xhumon e falë. A kalëzoj hoxha dheks? Ndëgjot. Kjo është si qesharake, po s'është e vërtetë. Kjo është në damin e xhamatit tonë. Kjo e në vëzë xhamatit. Edhe nëse ka ndodhë një, tash a këtë xhamatit që shku. Edhe a i ka thonë, çka ka vëzoj për hoxha? Valla në knaqë, me çka thabi? E se di çka thabi. Masa. Se, mas papa ju ka knaqë vetë. E ka lo shpirtin në zemrën në ato një gjë, edhe nuk ka shë ndjenjë ka përcjellë
Jo çdo kush për xhamatit është ndjetje ta përcjellë çka ka thonë, po kryesorja ai ka bërë detyrën e vet. E për ta demantuar këta, që thon 3 ton, mashallah jon, 2013, këtë rast e përmend, 2013 ishim me një mezhlis disa ulema. Edhe folim njëri ashtu fjalë mira, jetë hadis, u boni pauzë vogël, një i jo shumë i ri, tash mosh. Tha, o që vendi, a bërë unë e të kalëzit një shka? Tash po dhurë, no. Ato dikush jo përdejë se hoxallar, ani besem hoxallar, mësoni begrini në të fërë. Ani me lejet hoxha, bëmbe të folë bre vla, neve në knaqëm kur një ri e kanë zonë të shka. Edhe e tregoj një rast që kishte në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë bukur. Edhe rasti ishte shumë i këndshëm, ama ai çfarë tregimi, çfarë përcjellje, çfarë shpjegimi, thash elhamdulillah valla me duart tash ma ke mbush mendjen për të mos ajeva a ke knuti. Jo, tha unë kështu në xhamat apo lexoj, dëgjoj. Thash shumë mirë ke kallëzon. Tha hoxha thamë edhe diçka, për hajde edhe diçka. Tha nuk e di pse u çuditë, tha unë këtë kam bërë për ju. Thash për mua, ai unë hiçi se kisha në habej. Thash nuk e nga të humë dhe një hoqë tjetër. Valla tha për ju, tha ta mund, mos bëm vej. Thash a më mus, unë kisha haru krejt. Tha e bilet për argument, tha, me në rrët dushta, shkojmë Mustafa Pash. Shkojmë tha në gjamit Mustafa Pashës, unë dhe ulem ati ku kam dhejt me babën tim, tha mirë ke baba përdore, kam qenë i kohë. Unë dhe ulem ati ku kam qenë ullet, juve ju shafa në qërsi, që ka zot që ketë. Edhe unë një logari, unë Mustafa Pash, kom din 83. 83. Ai pa të regonë 2013, 30 vjetë dërmi, 30 vjetë. Unë e kom harur, pa e se ka harur, elhamdulillah. Pra, ato që e kanë shpirtin e pasën, trunin e nga, elhamdulillah, ne jemi favorit, ne jemi privilegjum me këtë din, elhamdulillah, dhe një e dashë, jeni krenar që je musliman, je krenar që vinë nga një familje muslimane, dhe thuj, elhamdulillah, mos më gura. Unë kisha si i ri, si student një shok, edhe i teshi një herë, më thash, duhet themi, sunet është themi, elhamdulillah. Edhe i mësu, mashallah, kur tesh, elhamdulillah. Edhe një herë dërëm ato nure, sa gjesht e jatë, i shkova me marë biletër, edhe i me mu, ati kishe dhe qevë, edhe i tesh. Edhe unë thash, a nuk the, elhamdulillah, tha edhe këto, ha. Dhe me këma ato nure, së nuk banë me thonë, elhamdulillah, nuk këndër. Jo, ba, ne jemi musliman, elhamdulillah. Edhe këtu, edhe në Evropë, edhe në Amerikë, edhe në Australi, edhe ne jemi musliman dhe jemi krenar. Edhe bota në ka lakmi, pra des në do, kanë gjelozin dhe islamin, por ne dhe ta vazhdojmë rrugën, inshallah. Allahu në gjela në ka mundësu të lindemi musliman, na mundësoft inshallah të kalëm jetën si musliman, dhe na mundësoft inshallah të dorëzojmë shpirtin me iman, me fjallën la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Allahu është për blefë për ndëgjimin, pasi të ezani është më matë se fjallë të mija. Allahu razi qoftë, në bërni hadar. Allahu është për blefë. Wassalamu alaikum. Falenderojmë hoxhën e nderuar për këto këshilla madhështore, këto përkujtime të mira. Inshallah Zoti na mëson që ti përjetësojmë jetën tonë praktike. Vëllezër, në mesën tonë kena edhe hafizin e nderuar Adel Musha, i cili është edhe hafiz që mëson në Institutin e Hifzit Ismail Haki në Shkup. Dhe ditën kohë kemi edhe hoxhën e nderuar Rushdi Sadiki, i cili për skajt hoxhës nderuar ka që të dëgjoj dersën dhe sonte inshallah kemi në mesën tonë, ku së bashku me hafizin inshallah dhe të na prit në namazin e tarawis dhe namazin e yatsis. Allah ishë për bleft, për sabrin të rinë.